Tragjedi në një kantier ndërtimi në Kiselavod, një punëtor humbi jetën, ndërsa 4 të tjerë u lënduan. Gjykata penale ja caktoi masën e paraburgimit prej 30 ditësh ish kryetarit të Federatës së Futbollit Maqedonisë Veriut. Komisioni Juridiko Ligjvënës refuzoi amendamentet e opozitës për ligjin e qeverisë teknike. Dy të akuzuar për sulmin terrorist në Banjsk dënohen me burgim të përjetshëm, një me 30 vjet burg. Të nderuar shikues, përshëndetje. Një punëtor ka humbur jetën ndërsa 4 të tjerë kanë mbetur të lënduar sot në një aksident tragjik që ndodhi në lagjen Kiselavod të Shkupit. Në kantierin e ndërtimit të papritur ka pasur rrëshqitje masive dheu që shkaktoi tragjedinë. Prokuria Themelore Publike ka njoftuar se për hetimin e shkaqeve të aksidentit dhe respektimin e rregulloreve për mbrojtjen në punë po veprojnë edhe Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Inspektorati Komunal i Ndërtimit. Një ngjarje e rëndë tragjike ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në lagjen e Kisellavodës, ku disa punëtorë po punonin në një kantier ndërtimi, kur papritur një rrëshqitje masive dhe u ndërpreu gjithçka. Brenda pak çastësh, vendi i punës u kthye në skenë tragjedie, duke u ndërprerë punën, por për njërin prej tyre edhe jetën. Si pasojë e kësaj ngjarjeje, një person ka humbur jetën, ndërsa 4 të tjerë kanë mbetur të lënduar. Për këtë ngjarje tragjike, detaje kanë dhënë edhe autoritetet shtetërore. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se të lënduarit janë nxjerrur nga dheu dhe të njëjtit janë dërguar në spital. Sot, më 24 prill në orën 8:17, në sektorin për punë të brendshme Shkup, është raportuar se në një kantier ndërtimi në rrugën Kozjak në Shkup, gjatë gërmimeve të themeleve, janë zënë 93 punëtor. 2 prej tyre janë nxjerrë dhe janë transportuar me autoambulancë në kompleksin e klinikave Nëna Tereza, ndërsa në koordinim me Qendrën për Menaxhimin e Krizave dhe Brigadën e Zjarfikësve, po vijojnë aktivitetet për nxjerrjen e personit të tretë. Ndërkohë, prokurori publik kujdesar nga Prokuria Themelore Publike Shkup ka kryer ekspertizën e vendit të ngjarjes, ndërsa ka lëshuar urdhër për obduksion për të ndjerin. Prokurori publik ka lëshuar urdhër për obduksion të ndjerit në drejtim të hetimit të shkaqeve të aksidentit dhe respektimit të rregulloreve për mbrojtjen në punë, po veprojnë edhe Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Inspektori Komunal i Ndërtimit. Masa për këtë ngjarje tragjike kanë marrë edhe nga Qendra për Menaxhim me Kriza, të cilët më njëherë kanë aktivizuar të gjitha mjetet që i kanë në dispozicion. Në orën 8:14 është marrë një thirrje për persona të zënë nën dhe me materie ndërtimore në rrugën Kozjak, numër 3 në Shkup, dhe është kërkuar ndihmë nga shërbimi i urgjencës mjekësore. Në orën 8:18 është marrë një thirrje e dytë nga mjeku Dragan Panov nga shërbimi i urgjencës në Shkup, ku është kërkuar asistencë nga Brigada e Zjarfikësve të Shkupit për nxjerrjen e personave të bllokuar. Janë njoftuar Brigada e Zjarfikësve të Shkupit, Policia e Shkupit, shërbimi i urgjencës mjekësore dhe Qendra rajonale për menaxhimin e krizave në Shkup. Investitor i ndërtesës është ish-kryetari i komunës së aerodromit Ivica Konevski, ndërsa ndërtimin e objektit po e realizon kompania Jakimovski. 3 pacientët e lënduar në Kiselavod u sollën për mjekim në qendrën urgjente në kompleksin e klinikave Nën Tereza. Pacientët e lënduar, siç njoftoi doktor Oliver Arsovski, janë të moshave 34, 39, 57 dhe 47 vjeç. Pacientët e lënduar, siç njoftoi doktor Oliver Arsovski, janë të moshave 34, 39, 57 dhe 47 vjeç. Ndërsa sa i përket pacientit të fundit që u soll në urgjencë, thotë se gjendja e tij është stabile. Во моментов сега пред неполни 10 минути është sjellur edhe një pacient, gjithashtu me lëndime. Ai është stabil dhe presin që të mos ketë ndonjë lëndim më të rënd. Në princip për momentin janë jashtë rrezikut për jetë, por pacienti që është pranuar në kujdes intenziv, sipas natyrës së lëndimit, tek ai ekziston rreziku për komplikime të caktuara. Arsovski tregoi edhe për lëndimet e 3 pacientëve të tjerë.
В ургентниот центар првично беа донесени тројца пациенти. Në qendrën urgjente fillimisht u sollën 3 pacientë të lënduar në fatkeqësinë. Njëri pacient i moshës 34 vjeçare është me lëndime trupore, gjithsesi lëndime të përgjithshme në përtrup. Pacienti i dytë është me dislokim të brylit, është bërë pozicionimi dhe do të pranohet në observim dhe shpresojmë nesër të dërgohet në mjekim shtëpiak. Pacienti i tretë është me lëndim në kofshën e majtë dhe pulpën e djathtë, po bëhet gati për trajtim operativ. Njëri punëtor kishte ndërruar jetën në vendin e ngjarjes. Grupi i këshilltarëve të LSDM-s në Këshillin e Komunës së Kisillavodës ka kërkuar thirrjen urgjente të një seance të jashtëzakonshme pas tragjedisë së sotme. Ata theksuan se rasti hap çështje serioze lidhur me sigurinë në aktivitetet ndërtimore dhe funksionimin e institucioneve. Kryetaria e Komunës së Kisillavodës tha se siguria e qytetarëve dhe punëtorëve është prioritet absolut dhe nuk duhet të jetë objekti i përfitimeve politike. Pas ngjarjes tragjike, grupi këshilltarëve të LSDM-s në Këshillin e Komunës së Kisillavodës ka kërkuar thirrje urgjente të një seance të jashtëzakonshme. Koordinatori e grupit të këshilltarëve Daniela Nastova Pishtolova shprehu ngushëllime për familjen e viktimës dhe u uroi shërim të shpejtë të lënduarve, duke theksuar se rasti hap çështje serioze lidhur me sigurinë në aktivitetet ndërtimore dhe funksionimin e institucioneve. Nga LSDM kërkojnë që në seancë të miratohen në masa konkrete, ndër të cilat formimi një komisioni të pavarur profesional për verifikimin e të gjitha lejeve të ndërtimit, vendosja e një moratoriumi mbi aktivitetet ndërtimore derisa të vërtetohet siguria e tyre, si dhe transparencë plot përmes publikimit të dokumentacionit. Kjo tragjedi nuk lejohet të jetë vetëm edhe një lajm që do të kalojë pa përgjegjësi. Ajo hap pyetje serioze për sigurinë e aktiviteteve ndërtimore, për respektimin e dispozitave dhe rolin e institucioneve. Pikërisht për këtë, sot kemi dorëzuar kërkesë për thirrje urgjente për seancë të jashtëzakonshme në Këshillin e Komunës së Kisillavodës. Ndërkaq, konferencë për media pasoi edhe nga kryetaria e Komunës së Kisillavodës Beti Stamenkoska Trajkoska, e cila pa ashtu shprehu keqardhje të thellë për ngjarjen tragjike. Ajo tha se siguria e qytetarëve dhe punëtorëve është e prioritet absolut dhe nuk duhet të jetë objekt i përfitimeve politike. Sipas saj, institucionet kompetente kanë vepruar dhe janë në proces kontrollet për të përcaktuar të gjitha rrethanat që lidhen me ngjarjen, duke shtuar se komuna bashkëpunon plotësisht me institucionet dhe do të veprojë në përputhje me të gjitha gjetjet dhe rekomandimet. E kuptojmë shqetësimin e publikut, por apelojmë për përgjegjësi dhe përmbajtje nga publikimi i informacioneve të paverifikuara dhe politizimi i rastit. Situata të tilla kërkojnë një qasje serioze dhe institucionale, e jo reagime ditore politike. Komuna është e hapur për diskutim brenda institucioneve, por vendimet duhet të bazohen në fakte dhe analiza profesionale e jo në supozime. Ajo tha se Komuna e Kisillavodës do të vazhdojë të informojë publikun në mënyrë transparente për të gjitha informacionet, sapo ato të konfirmohen zyrtarisht. Ish-kryetarit të Federatës së Futbollit të Maqedonisë së Veriut, Muhamet Sejdinit, është saktuar masa e paraburgimit. Gjykata themelore penale ka arsyetuar vendimin për shkak të rrezikut nga rratisja dhe mundësisë që dyshuarit të ndikojë te dëshmitarët. Sejdini dyshohet për zhvatje të fondeve të UEFA-s të dedikuara për FFM-n. Gjykata themelore penale ka pranuar propozimin e prokurorisë për saktim të masës së paraburgimit për ish-kryetarin e Federatës së Futbollit të Maqedonisë Muhamet Sejdinin, i cili dyshohet për zhvatje të fondeve të UEFA-s. Siç bëjmë dije nga gjykata, masa e paraburgimit është caktuar për shkak të rrezikut nga rratisja dhe mundësisë që të ndikojë tek dëshmitarët. Ndërkohë Prokuroria Themelore Publike njoftoi se ka nisur hetim në ndyshimin për përvetësim të parave në shërbim. Në komunikatën dërguar mediave thuhet se ish-kryetari i FFM-s në periudhën nga nëntori deri dhjetor 2024 ka siguruar përfitim pasuror të paligjshëm prej rreth 660.000 eurosh për një person juridik nga Shkupi. Me mbështetjen financiare të UEFA-s, në kuadër të programit Hat-Trick 6, i dyshuari ka filluar procedurën për zbatimin e projektit për ndërtimin e tribunës në stadiumin Biljanin Izvor në Ohër dhe ka dhënë propozim për fillimin e procedurës për zgjedhjen e kompanisë për realizimin e projektit. Pas miratimit nga bordi drejtues shtojnë mëtej, dyshuari ka paraqitur kërkesë deri te 3 firma për oferta për ndërtimin e tribunës së stadiumit,
ku është zgjidhur oferta më e favorshme në vlerë të përgjithshme prej rreth 3.3 milion eurosh PATVSH. Pa u kërkuar nga kontraktuesi, ai ka futur një kusht shtesë në kontratën e nënshkruar me firmën e përzgjedhur për një pagesë avansi në vlerë prej 20% të vlerës së përgjithshme të kontratës, para fillimit të punimeve dhe më 17 dhjetor 2024, mjetet financiare në vlerë prej rreth 660.000 eurosh që ishin besuar në shërbim me urdhër të tij i ka transferuar si avans te personi juridik. Policia ka arrestuar një grup të organizuar kriminal i përfshirë në kryerjen e disa veprave penale. Disa prej të arrestuarve janë të punësuar si mjek në klinikat e Shkupit dhe janë pronar të praktikave dermatologjike. Në një aksion të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Prokurorisë Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, sot u kap një grup i organizuar kriminal i përfshirë në kryerjen e disa veprave penale. Ministria e Punëve të Brendshme konfirmoi se si pjesë e aksionit, pas një urdhëri të mëparshëm gjyqësor, po kryen kontrolle në disa lokacione në Shkup, Strumic dhe Manaster. Si pjesë e aksionit u arrestuan disa persona, nga ku thuhet se disa prej tyre janë të punësuar si mjek në klinikat e Shkupit dhe janë pronar të praktikave dermatologjike. Prokuroria Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit ka zgjeruar aksionin për të zbuluar importin e paligjshëm të pajisjeve mjekësore, të cilat janë përdorur për procedura estetike. Aksioni është rezultati i ekzistencës së bazave të dyshimit për kryerjen e veprave penale të bashkimit kriminal, shkeljes së të drejtave të pronësisë industriale dhe përdorimit të paautorizuar të kompanisë së tjetrit edhe marrjes së rishvetit. Mjekët nga klinikat dhe praktikat private të Shkupit janë arrestuar tashmë, pas kontrolleve që u kryen dje në Shkup, Manastir dhe Strumic. Komisioni Juridiko-Ligjvënës hodhi poshtë gjitha amendamentet e propozuara nga Fronti Evropian kundër nevojës për heqjen e qeverisë teknike. Salim Murati, i cili ishte deputeti vetëm i opozitës që mori pjesë në këtë seancë, tha se qeveria teknike duhet të hiqet me pëlqime të ndërkombëtarëve sepse në atë formë e njëjta është krijuar. Pas shumë zhurmë, në mungesë të debatit të mirëfillt, Komisioni Juridiko-Ligjvënës hodhi poshtë të gjitha amendamentet e propozuara nga Fronti Evropian që opozita i kishte dorëzuar kundër nevojës për heqjen e qeverisë teknike. Salih Murat ishte deputeti i vetëm opozitar që mori pjesë në këtë seancë e që gjatë fjalimit të tij i arsyetoi amendamentet. Ai tha se qeveria teknike duhet të hiqet me pëlqimet të ndërkombëtarëve sepse në atë formë e njëjta edhe kishte lindur. Ku janë mesazhet dhe qëndrimet, le të dalin në publik, të thoni, jemi drejtuar tek BE-ja dhe ky është qëndrimi i tyre. A më kuptoni, nuk mjaftojnë vetëm biseda telefonike, ku janë qëndrime që konfirmojnë se Bashkësia Ndërkombëtare qëndron pas kësaj iniciative dhe pse Bashkësia Ndërkombëtare nuk i ka kontaktuar subjekte tjera që ishin pjesë në shkruajtësit e kësaj marrëveshje. Marrëveshja e Përgjinos nuk është marrëveshje brendshme politike, ajo arrit me ndërmjetësim direkt të BE-s. Raportet e BE-s dëshmojnë se kemi vështirësi dhe mosbesim në proceset zgjedhore. Duke parë se është i vetëm dhe do të mbivotohet, pas fjalimit edhe ai e lëshoi sallën. Имайки го предвид конструктивниот демократскиот дух на оваа комисија, ви дозволив да се изјасните во врска со процедурална забелешка која што нема врска со вашите амандмани. И сметам дека вашата конструктивност со amandmaните требаше да ја потврдите со. Pas largimit të vetëm të deputetit opozitar, në sallë mbetën vetëm deputetët e shumicës parlamentare, të cilët me shumicë votash hodhën poshtë 15 amendamentet e dorëzuara nga opozita. Ndonëse asnjë deputet i LSDM-s nuk mori pjesë në komision nga selia e partisë, kreu i Lidhjes Social-Demokrate Venko Filipçe tregoi arsyet sepse ligji për qeveri teknike nuk duhet që bëhet. E argumentojmë sepse qeveria Përgjinos duhet të mbetet, presioni mbi sistemin e drejtësisë, ligji për polici që do të partizojë në tërë policin, Safe City, mbi të cilin kemi dyshime serioze, mbi historinë dhe keqpërdorimin e sistemit dhe Servisi Nacional, RTVM-ja, ku për drejtor është zgjedhur miku i kryeministrit, pa prapavi profesionale. Pyetja kryesore, pse insistojnë që të ndërpritet qeveria Përgjinos në këtë mënyrë, nëse njëjta është sjellë me konsenzus, për këtë duhet të përgjigjet kryeministri.
Ai përsëriqi qëndrimin se nëse ligji në fjalë kalon pa konsenzus, LSDM-ja do të tërhiqet nga grupi i punës për kodin e rizgjedhor të udhëhequr nga Ministria e Drejtësisë. Pasi përfundoi debati në kuvend, Komisioni Juridiko-Ligjvënës e procedoi për në seancë plenare ligjin për ndërprerje të qeverisë teknike. Kërkesa e deputetëve të shumicës është që e njëjta të mos zhbëhet menjëherë, po ligji të hyjë në fuqi pas ciklit të ardhshëm zgjedhor. Në Shkup sot janë mbledhur kryetarë të parlamenteve të vendeve që janë anëtarë të nismës Adriatik-Jonit. Në fjalimin para deputetëve, presidentja Gordana Silanovska-Davkova theksoi se diplomacia parlamentare ka një rol kyç në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon. Kreu Kuvendit Afrim Gashi, i cili tha se aktualisht jetojmë në kohë të sfidave të ndryshme, duke nisur nga sfidat e stabilitetit dhe sigurisë, por edhe sfidave ekonomike. Në kuvend është realizuar konferenca e 20 kryetarëve të kuvendit dhe presidentëve gjatë iniciativës së dytë Adriatiko-Joniane. Në fjalimin e saj, presidentja e vendit Gordana Silanovska-Davkova theksoi se diplomacia parlamentare ka një rol kyç në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon përmes bashkëpunimit intenziv në kohë sfidash të thella globale dhe pasigurie. Ajo vuri në dukje dobësimin e dukshëm të mekanizmave të kontrollit ndaj pushtetit ekzekutiv. Sipas saj, marrëdhëniet ndërkombëtare nuk duhet të jenë vetëm në duart e ekzekutivit, por edhe të parlamenteve si krijuese të politikës ndërkombëtare. Një e drejtë fundamentale vërtet sot është e rëndësishme të potencohet, se për fat të keq paqja dhe stabiliteti nuk janë të dhëna një herë për gjithmonë. Unë si profesoresh i siguroja studentët se jetojmë në paqe të përhershme ose të përjetshme dhe se BE-ja është projekt i paqes, se OKB-ja gjithashtu është projekt i paqes. Nuk tingëlloja si Fukuyama kur thoshte se u futëm në fundin e historisë, por me të vërtet nuk mendoja se kjo që po ndodh sot mund të ndodhë. Në këtë konferencë foli edhe kreu i kuvendit Afrim Gashi, i cili tha se aktualisht jetojmë në kohë të sfidave të ndryshme, duke nisur nga sfidat e stabilitetit të sigurisë, po edhe sfidave ekonomike, të cilat sipas kryeparlamentarit ndikojnë në mënyrë direkte në jetën e përditshme të qytetarëve. Ka shumë sfida, si në aspektin politik, si atë sigurisë, por edhe në planin ekonomik. Ajo që është e rëndësishme e për të cilën të gjithë ne jemi këtu është se çdo sfidë dhe çdo moment krize te kalohet më shpejt dhe në mënyrë më të suksesshme, vetëm nëse veprojmë të bashkuar, pavarësisht asaj nëse kemi çaste të koordinuar rajonale, ose bëhet fjalë për mbështetje ose shkëmbim të përvojave, vetëm së bashku mundemi më shumë. Në debat morën pjesë edhe kryetar dhe nënkryetar të kuvendeve nga Serbia, Kroacia, Malizi, Italia dhe Bosnia-Hercegovina, ndërsa të pranishëm ishin edhe përfaqësues të korit diplomatik nga vendi. Koalicioni Vlen është duke kërkuar një modalitet për zgjidhjen e provimit të jurisprudencës për cilin studentët shqiptar kërkojnë mundësinë që ky provim të jepet edhe në gjuhën shqipe. Këtë deklaroi zëvendës ministre e transportit Katrina Zekolli Shaqiri gjatë emisionit Debat në Shenja. Ajo madje ka siguruar se provimi i jurisprudencës do të jepet edhe në gjuhën shqipe. Gjatë këtij emisioni, Zekolli foli edhe për projektet infrastrukturore që janë në interes të shqiptarëve. I përkrah studentët në kërkesën e tyre që provimi i jurisprudencës të jepet në gjuhën shqipe. Kështu deklaroi zëvendës Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, Katrina Zekolli Shaqiri, në emisionin Debat në Shenja, nga ku ajo vlerëson se studentët janë duke kërkuar një modalitet dhe formë se si t'ju ndihmohet atyre dhe të zgjidhet kjo problematik. Zekolli shton se madje kanë bërë një grup që po merret me këtë çështje. Kemi bërë një grup, një ekip që po miren që të japim fund kësaj dhe studentët do të japim provimin në gjuhën shqipe. Padyshim këtë e tham. Jo vetëm të jurisprudencës, por më shumë në Ministrinë për Punë dhe Politikë Sociale, edhe aty është në gjuhën maqedone. Me ardhjen e Vlenit, provimet profesionale tani japin në gjuhën shqipe. Mëtej, duke folur për autostradën Shkup-Blac, ajo tha se shumë shpejt do të fillojnë punimet, ndërsa sa i përket dilemës se mund të ndryshoj statusi nga autostradë në rrugë ekspres, Zekolli tha se mbetet i njëjtë. Projektimi nuk u ndryshua, dhe vërtet kam qenë pjesë e takimeve që i kemi bërë me bankën dhe jo vetëm për projektin Shkup-Blac, për çdo projekti, në qoftë se neve ndryshojmë projektim, i humbim këto grante edhe këto kredi, dhe për mos t'i humbur, për mos filluar me riprojektim nga e para që çon kohë dhe durimi e dini se më është i humbur, ne
thamë që do ngelet ky projektim, edhe pse është shumë i kushtueshëm. Sa i përket korridorit 8, ajo theksoi se aty po punohet me intensitet të lartë, por nuk e di përse perceptimet se nuk është punuar dalin në opinion. Ajo po ashtu siguroi se nuk ka diskutim se do të bëhet edhe lidhja Struk-Trebrenisht Qaf, për të cilën kryeministri Hristian Mickoski tha se është pjesë e kontestueshme, për shkak vërejtjeve që kanë marrë nga UNESCO. Ende pa u zbardhur tërësisht rasti parregullësive në Fakultetin e Filozofisë, ku student në mënyrë të parregullt janë regjistruar në studime masteri dhe të doktoraturës, Ministri i Arsimit ka alarmuar për parregullësi edhe më të ronditëse në këtë institucion arsimor. Ajo nuk ka dhënë detaje, por tha se së shpejti do t'i ndajë me opinionin në formatat që ka, ndërkaq që ajo tha se nga e hëna do të merret vendim për rastin e parë. Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, ka deklaruar sot se shumë shpejt opinioni publik në Maqedoni do të njoftohet për një tjetër parregullsi edhe më të madhe se kjo e deri tanishmja në Fakultetin Filozofik, e cila sipas saj do të befasojë gjithë opinionin. Ajo tha se Agjencia për Cilësinë në Arsimin e Lartë nuk ka kryer vlerësime prej vitesh dhe në 8 muajt e fundit është kryer një numër i madh inspektimesh, të cilat kanë identifikuar parregullsi. Në koristin një nonë është të vëzhuvame. Ka shumë parregullsi në disa institucione, por jo në të gjitha, dhe për to do të veprohet sipas ligjit, nëse përgjegjësia është e administratës apo udhëheqjes, si dhe nëse disa studentë kanë marrë pjesë në këto veprime, do ta përcaktojnë organet kompetente. Duke folur për parregullsitë e fundit që u zbuluan në Fakultetin e Filozofisë, Janevska tha se Inspektorati Shtetëror i Arsimit, raportin e të cilit e mori dje vonë, konstatoi se ku ishin mangësitë dhe në përputhje me rrethanat mori vendime se si të vepronte. Ajo njoftoi se raporti do të përpunohet brenda 2 ditëve të ardhshme dhe vendimet do të merreshin që nga e hëna. Ministria dhe Inspektorati Shtetëror i Arsimit nuk kanë zgjidhje tjetër. Ata duhet të veprojnë sipas ligjit. Unë kuptoj absolutisht revoltën e studentëve, por ka institucione të tjera ku ata do të kërkojnë të drejtat e tyre. Ajo që është në kompetencë të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës do të përfundojë që nga dita e hënë. Çdo gjë tjetër në institucionet përkatëse në mënyrë që të jetë sipas ligjit, si dhe të përmbushet drejtësia. Kujtojmë se të martën, Janevska konfirmoi se Inspektorati Shtetëror i Arsimit kishte gjetur parregullsi në regjistrimin e studentëve në studimet master dhe doktoratur në Fakultetin e Filozofisë në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi në Shkup. Sipas gjetjeve të inspektoratit, që nga viti 2019, fakulteti ka regjistruar në mënyrë të paligjshme student në studimet master dhe doktoratur, edhe pse ata kishin përfunduar më parë studime profesionale 3 vjeçare dhe ligjërisht nuk kanë të drejtë të regjistrojnë në ciklin e 2 dhe të 3 akademik. Menaxhmenti i Fakultetit të Filozofisë UKIM njoftoi dje se pas parregullsive të gjetura, studimet e 7 studentëve të masterit dhe 4 studentëve ndërpriten. Vazhdojmë me lajmet. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me burgim përjetshëm 2 të akuzuarit për sulmin terrorist në Banjsk, Blagoja Spasojevic, Vladimir Tolić, ndërsa Dušan Maksimović ka dënuar me 30 vjet burgim. Të tre janë mesin e 42 personave të akuzuar për këtë rast. Më 24 shtator 2023, një grup i armatosur serbësh me armatim të rënd fillimisht bllokoi urën në fshatin Banjsk të Zveçanit, e më pas sulmoi policët që shkuan në vendngjarje për të hequr kamionin nga rruga. Gjatë sulmit të serbëve të armatosur u rështeri Afrim Bunjaku dhe u plagosën 2 të tjerë policë. Sipas aktakuzës prokurisë speciale, synimi i sulmuesve ishte që të ndanin veriun nga Kosova. Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit Abbas Arakçi pritet të mbërrijë më vonë gjatë ditës në kryeqytetin pakistanez Islamabad me një delegacion të vogël, ndërsa Islamabadi pret një përparim drejt raundit 2 të bisedimeve mes Iranit dhe SBA-s. Më herët gjatë ditës Arakçi zhvilloi një telefonat me homologun e tij pakistanez Ishaq Dar për të diskutuar zhvillimet rajonale, armëpushimin dhe angazhimin diplomatik në vijim. Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme të Pakistanit, Dar theksoi rëndësinë e dialogut vazhdueshëm për zgjidhjen e çështjeve të mbetura dhe
dhe promovimin e stabilitetit rajonal, ndërsa Arakçi vlerësoi rolin konstruktiv të Pakistanit në lehtësimin e procesit. Presidenti amerikan Donald Trump e zgjati janë pushimin të martën pa dhënë një afat të ri pak orë para skatimit të tij, që nga fillimi i luftës më 28 shkurt, Irani ka mbajtur kontroll mbi ngushtisjen e Hormuzit, ndërsa bllokadat detare amerikane më 13 prill kanë ndikuar në furnizimin global të energjisë, veçanërisht në Azi. Reuters ka raportuar të premten për një email të brendshëm të Pentagonit, i cili paraqet SHBA-n opsione për t'i ndëshkuar aleatët e NATO-s që sipas tyre nuk kanë mbështetur operacionet amerikane në luftën kundër Iranit, përfshirë pezullimin e Spanjës nga aleanca dhe rishikimin e qëndrimit amerikan ndaj pretendimit Britanisë për ishujt Falkland. Reuters ka cituar një zyrtar amerikan: opsionet e politikave janë të detajuara në një shënim që shpreh shkënjim ndaj hezitimit ose refuzimit të disa aleatëve për t'i dhënë SHBA-s qasje, baza ushtarake dhe të drejta fluturimi, të njohura si ABO, për luftën kundër Iranit, ka thënë zyrtari i cili përshkroi përmbajtjen e emailit. Ndërkaq kryeministri i Spanjës Pedro Sánchez ka hedhur poshtë këto raportime, duke thënë se nuk punojnë me posta elektronike, por punojnë me dokumente zyrtare dhe me qëndrimet e qeverisë së SHBA-s. Pozicioni i Spanjës është i qartë, bashkëpunimi plot me aleatët, por gjithmonë brenda kornizës së të drejtës ndërkombëtare, tha Sánchez. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të ndruar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje deri atëherë.